Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje, jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij, po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë. Pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet diç që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm. Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë. Frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi. Disa te kushtrimi. Disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve, ose të fshihesh pas heshtjes, se sa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet, sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për t'u fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e Limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje, jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë,
por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitoj me karakter, por me dredhi, kur Limi e nominon Claudin, nuk po i drejtohet vetëm atij, po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pisë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Claudi, disa te kushtrimi, disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për të fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e Limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri. Olta ju afrua Albes me hapa të qetë, pa nxitim, sikur donte që çdo fjalë të kishte peshën e vet. Zhurma e studios ishte zbehur, por tensioni ende rrinte pezull në ajër. Alba qëndronte e ulur, me duart e mbledhura, fytyra e saj tregonte lodhje, por edhe një forcë të re që sapo kishte dalë në pa. Olta e pa drejtë në sy dhe foli, me atë ton që nuk ishte as qortues, as përkëdhelës, por i drejtë. Ti duhet të bëhesh xheloze, i tha Olta qartë. Jo për të bërë skena, jo për të ulur veten, por sepse xhelozia, kur është e shëndetshme, tregon që e njeh vlerën tënde. Alba ngriti syt ngadalë. Nuk foli menjëherë. Po e dëgjonte, do bëhesh më mirë. Vazhdoi Olta. Shumë më mirë. Sepse ti nuk ke bërë skena në për shtëpi. Nuk ke britur, nuk ke thyer, nuk ke qarë sa për të parë. Ke mbajtur veten. Bravo të qoftë. Fjalët e saj ranë butë, por fort. Alba mori frym thellë. Ajo e dinte sa e vështirë kishte qenë të mos shpërthente, të mos humbiste kontrollin, të mos binte në grackën e dramës. Shumë vajza, vazhdoi Olta, kur lëndohen, bëhen zhurmë. Ti zgjodhe heshtjen. Dhe heshtja jote foli më fort se çdo skenë. Alba uli kokën për një moment. Brenda saj, mendimet filluan të rridhnin. A kam bërë mirë? A jam mbajtur fort apo jam përmbajtur shumë? Por fjalët e Oltës po i jepnin një përgjigje që ajo kishte nevojë ta dëgjonte. Xhelozia, tha Olta, nuk është gjithmonë dobësi. Dobësi është kur humb veten për dikë tjetër. Ti nuk e humbe veten. Edhe kur të dhembi, nuk e humbe. Ajo ul pranë saj dhe vazhdoi më qetë, ti ke zgjedhur dinjitetin. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Është gjë e rrallë.
Alba e ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Jo nga lotët, por nga ajo ndjenjë që vjen kur dikush të sheh ashtu siç je vërtet. Pa maska. Parole, ti nuk e bër skena në për shtëpi, e përsëriti Olta. Dhe kjo tregon shumë për karakterin tënd. Sepse skenat i bën ai që do vëmendje. Ti do qartësi. Alba foli më në fund, zëri i saj i ulët, unë nuk desha të bëhem ajo vajza që humbet kontrollin. Nuk desha. Dhe nuk u bëre, ja ktheu Olta menjëherë. U bëre ajo që di të mbaj veten edhe kur i dhem. Ajo u kthye pak nga të tjerët, sikur po fliste edhe për publikun, kjo është forcë. Jo britma. Jo lotët. Forcë është të rish drejt kur dikush tenton të ul. Alba ndjeu diçka që po qetësohej brenda saj. Një lloj paqeje që nuk kishte ardhur nga fitimi i debatit, por nga pranimi i vetes, do të vinë momente, vazhdoi Olta, kur do ndihesh xheloze. Është normale. Je njeri. Por tani e di si ta mbash atë xhelozi brenda kufive të tu, pa u shkatëruar. Ajo e shikoi Alben me një buzëqeshje të lehtë, dhe kjo është arsyeja pse them, bravo të qoftë. Alba mbylli syt për një sekondë. Kur i hapi sërish, kishte një qetësi të re në shikimin e saj. Jo sepse çdo gjë ishte rregulluar, por sepse ajo kishte zgjedhur veten, në atë moment nuk kishte më nevojë për shpjegime, për debate, për përplasje. Ishte një çast ku fjala mbaje veten nuk ishte më këshill, por realitet, dhe Alba e dinte, pa skena, pa britma, pa humbur veten, ajo kishte dalë më e fortë.